Ftoj drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Shtetit, drejtues madhor Ardi Veliu, për prezantimin e punës dhe masave të marra nga Policia e Shtetit për të nxjerrë përfundimisht Shqipërinë nga harta vendeve që kultivojnë kanabis. I nderuar Zoti Ministër i Brendshëm Dheshaj, të nderuar Zotrinj Ministra, i nderuar General Spina, i nderuar General Arbore, të nderuar ambasador, të nderuar antar të Komisionit të Sigurisë, të nderuar përfaqësues të policive partnere, të nderuar pjesëmarrës. Policia e Shtetit gjatë vitit 2018 u angazhua maksimalisht në përmbushjen e detyrave të përcaktuara në planin e veprimit të vitit 2017-2020 kundër kultivimit të kanabisit, ku theksi kryesor i planit kombëtar ishte përpjekja e përbashkët ndërinstitucionale për goditjen e gjithëanshme dhe frontale që ka për qëllim identifikimin, zbulimin dhe shkatërimin e grupeve dhe rrjetre kriminale që janë aktiv në fushën e kultivimit dhe të trafikimit të kanabisit, duke bërë që Shqipëria të dalë nga harta e kultivimit të bimëve narkotike. Gjatë vitit 2018, Policia e Shtetit, në bashkëpunim me organet ligjzbatuese dhe gjithë institucionet e tjera të përcaktuara në planin kombëtar të veprimit, u angazhua në një operacion të gjerë mbar kombëtar për identifikimin e hershëm dhe goditjen që në gjenesë të përpjekjeve për kultivimin apo trafikimin e kanabisit. Që në muajin janar nisëm punën me identifikimin dhe analizimin e problematikave të evidentuara gjatë vitit 2017. Hartimin e një plani masash të detajuar, duke u bazuar në 5 kolona kryesore. E para, në parandalimin e këtij fenomeni duke ndërmarrë një fushë të gjerë ndërgjegjësimi me qytetarët, në kontrollin e pandërprerë të territorit, duke goditur rastet e evidentuara që në gjenesë, pra që në momentin e parë të tentativës për kultivim, në identifikimin, gjurmimin dhe sekuestrimin e aseteve kriminale që rrjedhin nga kjo veprimtari kriminale, duke çuar para drejtësisë personat përgjegjës. Në bashkëpunimin me agjencitë ligjzbatuese brenda dhe jashtë vendit, duke vënë theksin në misionin e monitorimit ajror nga Guardia di Finanza me pushtetin vendor, Ministrinë e Mbrojtjes dhe gjithë aktorët e tjerë të përfshirë në planin kombëtar të veprimit. Si dhe në kolonën e 5, atë të ndëshkimit të punojësve të administratës dhe të punojësve të policisë, që do të shpërdoronin detyrën apo do të bëhen palë me ata persona që do të tentojnë kultivimin e bimës narkotike. I kushtuam rëndësi të veçantë në strategjinë tonë për fshirjes së gjerë të publikut në procesin e informimit, nëpërmjet sensibilizimit dhe ndërgjegjësimit, duke krijuar mundësi praktike për sigurimin e informacionit nga qytetarët. Në këtë kuadër, u zhvilluan shumë takime sensibilizuese, konferenca, prononcime për shtyp, u prodhuan broshura dhe sensibilizime ku kontributin më të madh në drejtim të sensibilizimit të komunitetit e ndanë institucionet arsimore, dhe për këtë gjej rastin t'i falenderoj gjithë nxënësit dhe mësuesit. U krijuan dhe funksionuan periodikisht task forca qendrore dhe vendore, morën përgjegjësi gjithë institucionet shtetërore, administratat e njësive vendore, bizneset private, punonësit e zjarfikseve, policisë bashkiake dhe deri tek shërbimi privat i sigurisë fizike. Kontrolli periodik i territorit në funksion të identifikimit sipërfaqeve të kultivuara me bimë narkotike, në zbatim të detyrave të përcaktuara në planin e detajuar dhe rigoros për kontrollin e territorit, mori masa për evidentimin dhe goditjen e fenomenit kyç në bllokimin e farave, sigurimin e informacionit dhe goditën kultivimin e fidaneve dhe bimëve narkotike kanabisativa në sera diellore, tunele të braktisura, ish rezerva shtetërore dhe çdo ambient tjetër të mundshëm për përdorimin nga grupet kriminale. Ndarja e zonave të kontrollit dhe e përgjegjësive, duke organizuar grupe përgjegjësie për territore konkret, që nga qendra deri në bazë, ku çdo punonjës policie kishte përgjegjësi për një territor të caktuar, ishte një tjetër masë efikase. Në total për vitin 2018, Policia e Shtetit në kontroll territori
angazhoi dhe realizoi 19.862 grupe kontrolli, ku janë kryer gjithsejt 415.506 orë shërbimi. Ndërtuam hartën digjitale të sipërfaqeve të tokave, pyjeve dhe kullotave, ku ishin kultivuar bimë narkotike për gjatë viteve ose potencialisht mund të kultivoheshin bimë narkotike gjatë vitit 2018. Implementimi dhe funksionimi i rrjetit informatik të Policisë së Shtetit, i sistemit elektronik GIS narkotik. Ky sistem na siguroi të dhëna të plota dhe na mundsoi raporte analitike për kontrollin e territorit, informacionet e dërguara nga agjencitë e tjera ligjzbatuese, raportet e monitorimit ajror, rastet dhe vendet e kultivimit të bimëve narkotike. Një drejtim tjetër i punës tonë ishte forcimi i kapaciteteve e njësive të specializuara për luftën kundër drogës nëpërmjet trajnimit, vlerësimit të informacionit dhe pajisjes me mjetet e nevojshme. E rëndësishme për Policinë e Shtetit në vitin 2018 ishte marrja, vlerësimi dhe ezaurimi i informacionit policor, pasi nëpërmjet orientimit të burimeve të informacionit, policia ndërtoi punën e saj, kontrolloi persona me precedent kriminal dhe filloi hetimet proaktive. Për vitin 2018 u morën dhe u trajtuan 2.517 informacione policore për kultivim të bimëve narkotike. U çelën 40 procedime policore për persona të ndryshëm me tendencë kultivim të bimëve narkotike. Gjithashtu, u çelën 40 procedime proaktive me metoda speciale të hetimit për kultivim të bimëve narkotike dhe u realizuan 24 prej tyre ose 16 procedime më shumë se një vit më parë. I kemi kushtuar vëmendje të veçantë bashkëpunimit me partnerët, duke i parë fenomenin e kanabisit si një shqetësim real, rajonal dhe ndërkombëtar. E kemi vendosur tashmë standardin e bashkëpunimit nëpërmjet shkëmbimit të eksperiencave dhe informacioneve me policitë e rajonit. Ajo që bie në sy për shkak të mënyrës së bashkëpunimit dhe arritjes së suksesit është bashkëpunimi me palën italiane si partnere e ngushtë në hetime të përbashkëta operacionale. Ndaj më lejoni sot këtu që të falenderoj kolegët e policisë italiane, misionin Interforce, Guarda di Financën, si dhe Universitetin e dytë të Napolit për kontributin dhe ndihmën e çmuar që po japin policisë shqiptare. Rezultat ishte projekti i Bashkimit Evropian Sankas në të tre komponentët e tij: mbikëqyrjen ajrore, mbështetjen në fushën e teknologjisë dhe trajnimi i njësive të specializuara për luftën kundër drogës. Në vitin 2018 e filluam bashkëpunimin shumë herët nëpërmjet fluturimeve kyç në datën 5 prill me Guarda di Financën. U kryen 40% më shumë fluturime se vitin e kaluar. Janë kryer gjithsej 69 misione fluturimi monitoruese ajrore me 187 orë dhe 42 minuta, pra 43 orë dhe 26 minuta më shumë se në vitin 2017. Në total për vitin 2018, nga monitorimet ajrore janë identifikuar 675 bimë narkotike kanabis sativa ose 4.622 bimë më pak se në vitin 2017. Punë të pandërprerë kemi bërë për goditjen e aktivitetit kriminal të kultivimit të bimëve narkotike nëpërmjet zhvillimit të veprimeve operacionale për azgjesimin e bimëve narkotike dhe kryerjes së veprimeve procedurale për dokumentimin dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të autorëve. Rezultatet e arritura për vitin 2018 janë ndër më të mirat që nga fillimet e viteve 90. Evidentuam 263 vepra penale për kultivim të bimëve narkotike. Janë implikuar 220 shtetës. Janë arrestuar e ndaluar 106 shtetas. Janë konstatuar dhe azgjësuar 35.985 bimë narkotike. E krahasuar me një vit më parë, rezultatet janë 30 raste kultivimi më pak, 30.922 bimë narkotike më pak, 9.689 fidan kubik më pak. Rezultatet të ndjeshme na dha puna efikase për parandalimin, identifikimin, zbulimin dhe goditjen e grupeve kriminale të trafikimit të kanabisit dhe aseteve që rrjedhin nga veprimtaria kriminale. Pavarësisht nga sa shpreha më lartë, do të ishte e pakuptimt dhe puna e policisë së shtetit do të konsiderohej gjysmake, nëse ajo nuk do të t'i kushtonte të njëjtën vëmendje si goditjes së kultivimit të bimëve narkotike edhe fazave të tjera të veprimtarisë kriminale, goditjes së trafikimit të saj dhe sekuestrimin e aseteve që rrjedhin nga kjo veprimtari. Gjatë periudhës referuese, në bazë të statistikave të kolegëve italian, kemi një rënje të trafikimit
drejt shtetit italian me 81% në krahasim me një vit më parë. Të nderuar pjesëmarrës, ajo që në themel e bëri të suksesshëm punën tonë këtë vit ishte integriteti i punonjësve të policisë, të ngarkuar me detyra në fushën e parandalimit dhe goditjes së veprimtarisë kriminale, të kultivimit të bimëve narkotike dhe vendosmëria për të ndëshkuar cilindon punonjës policie që do të abuzonte me detyrën apo do të bëj palë me shkelësit e ligjit. Me vendosmëri reaguam ndaj çdo konstatimi të mosbatimit të detyrave funksionale, implikimi apo shkelje të rregullores së policisë shtetit, ku si rezultat, gjatë vitit 2018 u përjashtuan nga policia 14 punonjës policie dhe u arrestuan apo ndaluan 9 të tjerë. Shembulli i vendosmërisë së punës tonë për plotësimin e detyrimeve të planit kombëtar të veprimit në luftën ndaj kanabisit, pa shmangur asnjë aktor në këtë betejë, është procedimi penal i 43 zyrtarëve vendor, administrator të njësive vendore, kryetar fshatrash dhe inspektor të shërbimit pyjor për veprën penale shpërdorim detyre apo moskallëzim krimi. Serioziteti i analizimit të situatës, vlerësimit të saj, gjetjes së rrugëve efikase të bashkëpunimit me gjithë faktorët dhe aktorët dhe goditjes në themel të kësaj palikshmërie, bashkëpunimit të ngushtë dhe koordinimit të veprimeve me skuadrat e Guardë dhe Financës, bëri që gjatë vitit 2018 kultivimi i kanabisit në Shqipëri të shkonte në shifrat minimale për gjatë 3 dekadave të fundit. Aktualisht, jemi duke zbatuar operacionin kundër kultivimit të bimëve narkotike për vitin 2019, për të cilin jemi ambicios duke minimizuar akoma më tej rastet e kultivimit dhe të trafikimit të bimëve narkotike. Për policinë e shtetit është një sfidë e madhe vitin 2019, pasi kemi përpara disa sfida të cilat kërkojnë impenjim maksimal, devotshmëri dhe profesionalizëm për të bërë të mundur një sezon turistik me parametra optimal në fushën e rendit të sigurisë dhe ndjekjen e menaxhimin e shërbimeve në funksion të stinës zgjedhore e të tjerë. Me masat i kemi marrë dhe po zbatojmë se duke vlerësuar treguesit i kemi arritur në drejtim të goditjes së kultivimit të kanabisit, jam i bindur se gjatë këtij viti do të përmbushim prioritetin tonë dhe të qeverisë shqiptare, pasi policia e shtetit i ka të gjitha mundësitë ta bëjë këtë. Ju faleminderit. Faleminderit zotit drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit. Tani kam nderin të ftoj drejtorin e shërbimit për bashkëpunimin ndërkombëtar të policisë italiane, General Brigade Giuseppe Spina, për të folur për mbështetjen italiane në luftën kundër kanabisit. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Mirdita të gjithëve, jam generali brigatës armës karabinierëve, Giuseppe Spina, dhe jam drejtori shërbimit për bashkëpunimin ndërkombëtar të policisë Departamentit të Sigurisë Publike, pra italiane. Ju kërkoj ndjes shërbimit përkthimit, por do dal pakës nga fjalimi që unë kisha përgatitur, do të doja ti drejtohesha ministrit të brendshëm, të nderuar zoti ministër, ambasador, koleg. Është një ditë e bukur sot, është nga ato ditë që të japin entuziazëm. Të japin entuziazëm dhe të japin atë ndjesinë dhe rëndësinë e gjërave që ne bëjmë për ditë. Pra, punën që ne bëjmë, që merremi me luftën kundër krimit, kundër trafiqeve të lëndëve narkotike dhe fakti që jemi këtu sot bashkë me ju të bashkëndajmë, ta kalojmë së bashku këtë ditë, entuziazmuese është për mua një gëzim i sinqert. Do të doja të falenderoja ju, zoti ministër i brendshëm Leshaj, për që shpreh dëshirën për atë më ftonit këtu dhe që deshët, shpreh dëshirën që Italia të ishte këtu sot e pranishme të bashkëndante dhe të paraqeste rezultatet e veprimtarive të fluturimeve që janë zhvilluar gjatë vitit 2018. Është një gjest ky që Italia, Departamenti i Sigurisë Publike që unë përfaqësoj, e interpreton si një shenjë
vlerësimi për veprimtarinë mbështetëse që forcat e policisë italiane, Guardia di Finanza, pra policisë financiare, zhvillojnë në favor të policisë shqiptare. Do të dëshiroj pastaj të falenderoj zotin drejtor të policisë shqiptare, Ardi Veliu, për atë bashkëpunim të vazhdueshëm dhe të çmueshëm me forcat e policisë italiane edhe nëpërmjet koordinatorit kombëtar të policisë shqiptare, që është aktualisht i dislokuar në Itali. Rezultatet që janë arritur janë padyshim frut i një strategjie sinergjike dhe një bashkëpunimi të fuqishëm ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë, të realizuara fal dhe mbi të gjitha punës së zhvilluar në terren nga efektivët, nga burrat dhe gratë e policisë shqiptare. Sikur se është e ditur, shërbimi i mbikëqyrjes ajrore zhvillohet mbi bazën e një protokolli specifik të përcaktuar në vitin 2012 për të përforcuar bashkëpunimin në kuadrin e luftës ndaj kriminalitetit të organizuar dhe në mënyrë të veçantë për trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Veprimtaria e monitorimit zbatohet me avion të me mjete fluturuese të policisë financiare italiane, Guardia di Finanza, dhe këtu falenderoj pra edhe generalin Giuseppe Arboro, që përveç se kolegë është dhe një mik shumë i mirë, pra e gjithë kjo bëhet për të luftuar pra bimët gjatë periudhës tyre të kultivimit dhe çrënjosjen e tyre. Do të dëshiroja, dhe këtu e përmendi edhe më përpara drejtori policisë Veliu, do të doja të nënvizoja se si fushata e fluturimeve të 2018-s është zgjeruar edhe më tej, është shtrirë edhe më tej, edhe për të zbatuar strategji të reja në një optik të fleksibilitetit që ka si qëllim që të luftoj sa më shumë pra sjelljet kriminale në këto territore të caktuara. Dhe kjo shtrirje e periudhës së fluturimeve gjatë vitit 2018 është zbatuar me një kontribut shumë të rëndësishëm të Bashkimit Evropian, kështu që me një rritje si pasojë të numrit jo vetëm të orëve, po edhe të misioneve ajrore të kryera. E gjithë kjo sepse në krahasimet kaluarën deshëm pra të zgjeronim dhe arritëm të zgjeronim edhe periudhat e fluturimeve, jo vetëm duke u referuar ciklit jetësor të zhvillimit të bimëve narkotike, por edhe duke parasysh dhe fazat e tjera. Nga një pikpamje shkencore, teknike, do doja të vija në dukje kontribut e rëndësishëm që ka dhënë shoqëria Konsorcium Benecon, që shpreh dhe kontributin pra e akademikëve të shkëlqyer të universitetet italiane, pra të nivelit më të lartë, si dhe njohurit dhe teknologjinë e përgatitur përdorur për identifikimin e kultivimeve. Përfitoj nga rasti për të falenderuar presidentin, profesor Gambardella, të cilin e kam njohur mbrëm dhe është me ne sot këtu i pranishëm. Do të dëshiroja pa dyshim të falenderoja kolegët e Guardia di Finanzës, pra, pilotët, teknikët, edhe Nufron, bërthamën e Durrësit, jo vetëm për veprimtarinë e fuqishme, intensive të orëve të fluturimit që kanë zhvilluar, por edhe për atë kontribut të specializuar që ka kontribuar në mënyrë vendimtare në suksesin e kësaj nisme. Më lejoni në fund, por jo të një rëndësie të fundit, t'i drejtoj pra një falenderim dhe mirënjohje, t'i shpreh mirënjohjen delegacionit, kryetarit të delegacionit diplomatik italian këtu në Tiranë, shkëlqësinë e tij ambasadorin Cutilo, që përveç se përfaqëson vendin tonë Italinë këtu në Shqipëri, është dhe një pikë referimi të gjitha komponenteve kombëtare italiane që marrin pjesë në nismën që ne sot këtu jemi duke kremtuar. Bashkëpunimi italo-shqiptar në temën në çështjet e sigurisë e ka prejardhën në origjinë shumë të largët që në marrëveshjen e parë të bashkëpunimit që 1991 mbi trafikun e palishëm të lëndëve narkotike, por më pas
kriminalitetit organizuar dhe terrorizmit, por më pas janë nënshkruar dhe marrëveshje të tjera dhe ne sot kemi një platformë marrëveshjesh që mbështetet mbi 18 instrumente të bashkëpunimit dypalësh. Një bashkëpunim me vendin tuaj pra me Shqipërinë, së cilës Shqipëria i kushton pa dyshim një rëndësi dhe një vëmendje të sinqertë. Një vëmendje të veçantë në fakt dhe si demonstrim është edhe kjo bidje që ne kemi. Pra, në 97-ën, pra është dëshmuar edhe me ngritjen e zyrës së interforcave në Shqipëri, e cila mbulohet nga një ekspert i sigurisë, i cili pra i përket Departamentit Sigurisë Publike ose Ministrisë Brendshme Italiane, dhe mbështetet pra mbi dy elementë të kualifikuar, nga të cilët njëri është i dislokuar pra në intraagjensisë së qendrës operacionale detare të Durrësit, IMOT, që prej 6 korrik 2016. Ndërsa në planin e ndihmës ndërcjellët, vendi ynë pra këtu shfrytëzon dhe praninë e 2 oficerëve të ndërlidhjes shqiptar në Itali që ndodhen pranë ambasadës italiane shqiptare në Rom dhe pranë konsullatës përgjithshme në Bari. Një vlerë e shtuar është në këtë kuptim dhe më lejoni pra të nënvizoj se si zyra ekspertëve të sigurisë në Tiranë, menaxhimi i cilëve i është besuar pra drejtorisë që drejtoi, drejtorisë të marrëdhënieve ndërkombëtare të policisë, bën pjesë pra në Departamentin e Sigurisë Publike Italiane dhe është i pranishëm në gjithë botën, në mbi 50 vende në gjithë botën. Zyra e ekspertit për sigurinë në Shqipëri edhe për fushatën e fluturimeve të vitit 2018 ka siguruar pra ndërlidhjen informative të nevojshme me autoritetet shqiptare kompetente dhe me drejtorinë e përgjithshme për shërbimit e antidrogës dhe forcat e policisë italiane dhe Guardia di Finanzës. Veprimtaritë e zhvilluara në vitin 2018 duhet patjetër të analizohen në kuadrin e inovacioneve, pra risive që janë përfshirë në krahasim me edicionin e kaluar apo vitin e kaluar nga pala shqiptare, me një qasje që mban parasysh si thuash një sjellje apo një qëndrim që ka parasysh një qasje shumë disiplinore. Në mbështetje të luftës kundër trafiqeve të palishme, ku bën pjesë pra edhe plani kombëtar kundër kultivimit dhe trafikut të kanabisit që prej janarit 2017, task forca kundër kanabisit dhe veprimi i forcave të policisë janë të ngarkuara të ndërhyjen edhe nga toka, mekanizmat, pajisjet e reja dhe teknologjitë me të cilat policia shqiptare është pajisur, edhe për të optimizuar veprimtarinë e analizës së laboratorit ku mblidhen dhe analizohen të gjitha të dhënat. Duke përmbledhur janë përmirësuar dhe konsoliduar shumë procedurat operative, të cilat janë zbatuar gjatë fushatave të mëparshme, duke përfshirë pra të gjithë aktorët e interesuar me inovacione të reja, si për shembull sistemi i ri informativ i Alpha GIS dhe përdorimi i një teknologjie të re të marrjes, mbledhjes, përpunimit të dhënave, por të bërë më pas analizën e riskut, të cilat kanë bërë të mundur që të kryhet një planifikim më i detajuar dhe më i kujdesshëm i fluturimeve. Po e theksoj që pra gjithë kjo veprimtari, lufta kundër kultivimit të trafikut të kanabisit në Shqipëri është mbështetur nga Italia, nga task forca e posaçme dhe rezultatet aty ku janë realizuar jo vetëm për sa i përket edhe masave gjyqësore që janë zbatuar, por edhe në identifikimin e grupeve më të rrezikshme kriminale të strukturuara dhe të degëzimeve të tyre të mundshme në territoret e shteteve të tjera, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Edhe ky ka qenë një aspekt i rëndësishëm. Viti 2018 ka parë konkretizimin, ka shënuar konkretizimin e bashkëpunimeve të rëndësishme ndërmjet policive dhe prokurorive italiane dhe shqiptare. Në tërësi, pra fushata e fluturimeve financuar nga Ministria e Brendshme italiane ka bërë të mundur që të kryhen
mbi 187 orë fluturimi, sikur se e thatë edhe ju mbrëm zoti drejtori policisë, 42 minuta, të shtojmë, që prej datës 5 prill deri në 31 tetor 2018 me 69 misione ajrore dhe analizën e më shumë se 733.000 hektarësh që përkojnë me 25 presje 52% të gjithë territorit shqiptar. Përballë kësaj veprimtarie, e cila është fuqizuar edhe më tej, është konfirmuar një ulje drastike në numrit të plantacioneve, pra sipërfaqeve të kultivuara të dyshuara, të cilat janë identifikuar vetëm 27, është një numër më i ulët, pra në krahasim me 2016-17 edhe më 88 janë ato shifrat para që të 2017-s. Të dhënat e mbledhura nga Departamenti i Sigurisë Publike, që po ju paraqesim sot, tregojnë pra një ulje shumë të rëndësishme, domethënëse të sasisë së kanabisit të sekuestruar në Itali, që nga 34.6 tonelata në 2017 kemi kaluar në 6.6 tonelata në 2018, ose e shprehur në përqindje një ulje prej 81% brenda një viti. Lufta pra kundër kultivimit të kanabisit është mbështetur edhe nga një veprim shumë efikas, edhe kjo e mbështetur nga Italia, e luftës dhe shtypjes edhe të trafiqeve të palishme, në mënyrë të veçantë ato që kryhen nëpërmjet rrugëve detare, që kanë bërë të mundur pra të arrihen rezultate me të vërtet shumë të mira të rëndësishme dhe nga veprimtaritë hetimore të përbashkëta dhe komplekse, pra që janë zhvilluar ndërmjet dy vendeve, në bashkëpunim midis dy vendeve. Në thelb bëhet fjalë për të dhëna inkurajuese, të cilat tregojnë rezultatet e shkëlqyera të edicionit të kaluar, që në krahasim pra me vitin e kaluar, ato të vitit 2018 nuk kanë dalë, pra nuk kanë rezultate që vinë nga një pauzë, nga një pushim. Dhe gjithë kjo pra na nxit që ne të vazhdojmë edhe më tej në këtë drejtim, me vendosmërinë më të madhe. Pikërisht në këtë, nga kjo pikpamje, do të doja të shtoja se Bashkimi Evropian ka një nga objektivat pra ka qenë ai financimi të ushtrimit të mbikëqyrjes me avion me krah fikse në Shqipëri, një veprimtari që ja ka besuar pra drejt për drejt drejtorisë qendrore të policisë kriminale italiane që unë drejtoj, nëpërmjet të cilit pra këtij projektit të Sankas ka qenë mundur të kryen 85 orë fluturimi shtesë nga përveç atyre që ishin programuar nga Departamenti i Sigurisë Publike. Pranë policisë shtetit shqiptar është ngritur një laborator për të procesimin e mëtejshëm të dhënave në fazën pra të mëpasme dhe ngritja e skuadrave të përbashkëta hetimore për veprimtarin e luftës kundër tipologjisë së veçantë specifike kriminale. Do të jetë e nevojshme të implementohet analiza strategjike, e cila do të ketë si qëllim që të nëpërmjet hetimeve pra të gjera të shkatërroj azisoj grupet kriminale të organizuara dhe në këtë kuadër objektivi strategjik i Departamentit të Sigurisë Publike të Ministrisë dhe Ministrisë së Brendshme italiane është ai jo vetëm jo aq të japi rëndësi sasisë sekuestrimeve të realizuara, por më tepër pra dhe azgjësimit dhe të grupeve kriminale. Drejtoria Qendrore për Shërbimet e Antidrogës, pranë Ministrisë së Brendshme, i ka propozuar autoriteteve shqiptare pra një draft memorandumi operativ i cili do të ketë si pikë kryesore standardizimin dhe bashkëndarjen e procedurave për ekzekutimin e operacioneve të posaçme. Edhe këtë vit, dhe jam drejt përfundimit, Italia ka synon të vazhdoj së bashku me autoritetet shqiptare të vazhdoj pra fushatën e fluturimeve, duke përdorur gjithashtu instrumente teknologjike edhe më të përparuara. Departamenti i Sigurisë Publike, të cilit i është besuar pra nëpërmjet
drejtuesit të policisë shtetit italiane, i është besuar koordinimi teknik operativ i forcave të policisë, do të vazhdoj të përdor gjithë mjetet, gjithë instrumentet e bashkëpunimit në mënyrë të veçantë duke promovuar edhe ngritjen e mëtejshme të skuadrave të përbashkëta hetimore, të cilat pra do të kenë si detyrë identifikimin dhe azisimin e grupeve kriminale që kryejnë veprimtarinë e tyre kriminale pra në këtë fushë. Do të bëjmë hapa të tjera të rëndësishme, duke përfshirë pra edhe partnerë të tjerë ndërkombëtar, me qëllim që të fuqizojmë shkëmbimin e informacioneve, por edhe bashkëpunimin e policisë me autoritetet shqiptare, në mënyrë që të përforcojmë pra veprimtarinë, luftën kundër organizatave kriminale, të cilat pra janë kushtuar trafikut të kanabisit dhe këtu po e përfundoj. Aktiviteti i shërbimeve që unë drejtoj do të ketë si qëllim të shtoj edhe mëtej bashkëpunimin, të rrisë bashkëpunimin e policisë me autoritetet shqiptare. Faleminderit për vëmendjen. I nderuar general, ju falenderojmë për fjalimin. Ftoj drejtuesin e repartit të tret operativ të Guarda di Finanza, General Brigade Giuseppe Arbore, për të prezantuar raportin e rezultateve vjetore të mbikëqyrjes ajrore nga Guarda di Finanza në zbatim të marrëveshjes përbashkët me qeverinë italiane. Buongiorno a tutti. Mirëdita të gjithëve, zotë ministër, autoritete. Faleminderit për ftesën, në këtë ditë shumë të bukur. Edhe unë do të doja të dilja pakës nga fjalimi që kam përgatitur për të bërë një dy reflektime. Është hera e tretë që unë vi në Shqipëri, ndihem si në shtëpi. Kjo është një ndjesi shumë e bukur dhe do të thotë se vendet tona janë vende të afërta, janë vende që bashkëpunojnë dhe është një bashkëpunim ky që ndihet. Mbrëm me drejtorin e policisë shkëmbyem ide, kemi të njëjtën mënyrë të shikuarit, pra të gjërave të njëjta, ide dhe ato që ne kemi diskutuar do jenë edhe idet dhe ato që do realizojmë mëtej. Pra i falenderoj për bashkëpunimin edhe për mikpritjen. Po ju shpreh, po ju përcjell pra përshëndetjen e komandantit të përgjithshëm, generali Toski, i cili më lut që të falenderoj autoritetet, gjithë popullin shqiptar për bashkëpunimin dhe për mikpritjen. Dhe ju e dini, ne kemi njerëzit tanë që punojnë këtu prej 20 vjetësh në Shqipëri. Dhe është një bashkëpunim që është instauruar, që është mjaft frydëdhënës, një bashkëpunim që karakterizohet nga afërsia, nga shkëmbimi i informacioneve, nga bashkëpunimi. Kemi këtu një rast tjetër për të dhënë një shenjë tjetër të këtij bashkëpunimi në një sektor delikat, sikurse është ai i luftës kundër trafikut të lëndëve narkotike. Është një veprimtari që sikurse u kujtua këtu më parë, që ka filluar që në vitin 2012 në vijim të një protokolli operativ të nënshkruar, i cili rregullon veprimtarinë e mbikëqyrjes ajrore, detare dhe të formimit, trajnimit, ndërmjet Ministrisë së Brendshme italiane dhe Ministrisë homologe shqiptare. Dhe kjo përfshihet në një marrëdhënie më të gjerë bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve tona, i cili ka si qëllim ndihmën, asistencën ndaj forcave të policisë shqiptare nga ana e Guardia di Finanza, pra policisë financiare italiane, në vijim të një nënshkrimit të një protokolli që sikurse u kujtua këtu, pra në vitin 1997 dhe më pas nga marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet qeverisë Republikës Italiane dhe Këshillit Ministrave të Republikës Shqiptare në kuadrin e luftës kundër kriminalitetit, pra i cili është nënshkruar në vitin 2007. Një veprimtari e cila është kujtuar më parë këtu dhe parashikon kryerjen e fluturimeve ajrore të qëllimshme, pra në
zonave, territoreve që duhen eksploruar, por edhe kohëve, afateve kohore në të cilat kryen këto veprime, duke marrë parasysh edhe ato informacionet e çmuara që na vijnë nga policia shqiptare, e cila periodikisht na përditëson duke na dhënë pra të dhëna të reja dhe një gjë e tillë na bën që ta bëjmë edhe na bën që të kryejmë një analizë edhe më të thellë të dhënave. Përveç gjitha këtyre të dhënave, më pas për kontrollet, veprimtarit tona pastaj drejtohen në ato zona, në ato sipërfaqe ku kemi pasur historikisht dëshmi të pranive të plantacioneve apo sipërfaqeve të mbjella me kanabis, edhe fal një veprimtarie gjithmonë më të fuqishme te lerilevimi, pra kjo edhe fal përmirësimit të mjeteve shkencore, kërkimeve dhe mjeteve shkencore. Sikur se u kujtua këtu, sipërfaqja e monitoruar, e mbikëqyrur, e cila me kalimin e kohës është shtuar, kemi arritur pra në 2018 në 25.52% të sipërfaqes territoriale shqiptare, po të heqim zonat urbane apo zonat që normalisht janë kultivuar me produktet me kultura të tjera normale, pra pothuajse është pjesa më e madhe, pothuajse gjithë territori shqiptar. Duke pastaj vazhduar me fazën e post-processing, pra të analizës së të dhënave, jemi spostuar në laborator me strukturat tona pra italiane. Nga Italia jemi spostuar pra pranë drejtorisë policisë shqiptare, gjë që ka ndodhur pra një event i ri në 2018. Kjo zhvendosja apo spostimi i laboratorit në Shqipëri ka bërë të mundur një përshpejtim në veprimtarinë e procesimit të dhënave, përpunimit të dhënave dhe një komunikim në kohë reale te policia shqiptare pra i rezultateve të kësaj veprimtarie, pra është përshpejtuar shumë edhe ndërhyrja në territoret shqiptare për çrrënjosjen e pemëve. Nga 2001 deri më sot është rritur pra shumë numri i misioneve të fluturimit nga 2012, duke kaluar nga 25 misione në 2013 në 69 misione ajrore të realizuara në vitin 2018. Kjo edhe fal kontributit financiar të projektit Europian Sanka, sikur se u kujtua dhe më përpara. Duke u futur në hollësirë, mbasi faze të parë të eksperimentimit, e cila është kryer pra në 2012, në 2013 janë kryer, sikur se u tha, 25 misione ajrore të cilat kanë identifikuar 304 plantacione me kanabis për një total prej 14.772 bim kanabis. Në 2014, nga 39 veprimtari fluturimi, kemi kaluar me 815 plantacione të zbuluara dhe 46.605 bim të identifikuara. Në 2015 kemi realizuar 39 fluturime, janë zbuluar 1368 plantacione për një numër prej 242.945 bimësh. Është përmirësuar me kalimin e kohës edhe mënyra e përpunimit të dhënave. Në 2016, i cili që një vit rekord, në 42 misione ajrore janë identifikuar pra 2086 plantacione me kanabis për një total prej 753.468 bim. Në 2017, pavarësisht një rritje të rëndësishme, pra të dukshme të numrit të misioneve të fluturimit, që u rrit 53 ose 26%, janë identifikuar vetëm 88 plantacione, 4.824 bim. Gjë që tregon se bashkëpunimi ynë kishte filluar të kishte sukses, rezultate. Trendi pastaj në 2017, trendi i mëparshëm i 2017-s u konfirmua në 2018 në fushatën e fundit. Filloi, sikur se u tha, në 5 prill dhe përfundoi në 31 tetor 2018, shtuam 31% misionet e fluturimit, identifikuam vetëm 27 plantacione për një total prej 675 bimësh, të cilat pastaj u azgjësuan. E pra, këto të dhëna vënë në dukje një gjë të sigurt. Veprimi ynë i përbashkët ka goditur rënd organizatat kriminale. I ka detyruar ato të rishikojnë mënyrën e tyre të vepruarit.
Në këtë kuadër duhet kujtojmë se veprimi i parandalimit i cili kryhet në Shqipëri plotësohet me një veprimtari të vendosur, të rëndësishme, lufte kundër këtij fenomeni që zhvillohet në brigjet në detin Adriatik dhe jon nga forca jon aeronavale, por edhe bashkëpunimi me policinë i informacioneve me policinë shqiptare, e cila për Guardia di Finanza është një pikë referimi shumë e rëndësishme me repartin ton, pra në detari i cili bashkëpunon në mënyrë të vazhdueshme policinë shqiptare. E gjithë kjo është shumë e çmuar dhe shumë vendimtare është ky shërbim në bashkëpunimin ndërkombëtar të policisë dhe unë falenderoj përzemërsisht pra mikun generalin Spina për këtë bashkëpunim. Për sa më sipër, duke pas parasysh pra edhe vlerën e veprimtarisë operative, pra edhe që është konfirmuar nga të dhënat që na ka dhënë policia shqiptare, është e rëndësishme që ti përfshim këtij veprimtarie edhe një parandalim, një veprimtari parandaluese të këtij fenomeni. Është e rëndësishme në këtë kuadër të konfirmojmë angazhimin e gjithë aktorëve të përfshirë në fushatën e fluturimeve në mënyrë që të paksojmë, të reduktojmë edhe më tej, jo vetëm plantacionet që mund të kenë mbetur, por edhe disponibilitetin, mjetet financiare, pra që kanë në dispozicion organizatat kriminale, në mënyrë që t'i luftojmë ato, t'a azisojmë në mënyrë definitive trafikun e lëndëve narkotike. Por kjo sjell përpasoj, edhe u kujtua dhe më parë këtu, nuk kupton dhe një përfshirje të vendeve të tjera në mënyrë të veçantë, në mënyrë për shembull të Malit të Zi, ku do të fillojmë nisma edhe atje për të përmirësuar pra kontrollin dhe patrullimin detar. Duke përfunduar, ju them se bashkëpunimi ynë është një bashkëpunim i çmuar, ka dhënë rezultate shumë të mëdha, është një bashkëpunim i cili nuk ndalon dhe nuk duhet të ndalojë me brenda periudhës së fluturimit, pra është një bashkëpunim edhe në fushën hetimore, e cila zgjat gjithë vitin, po jep rezultate shumë të rëndësishme, të mëdha, dhe kemi shumë veprimtari që jemi duke zhvilluar së bashku dhe jam i sigurt që do kemi kënaqësi shumë të mëdha edhe gjatë vitit 2019. Ky është urimi që bën Italia, që bën dhe Guardia di Finanza. Faleminderit. Ju falenderoj për fjalimin, i nderuar zoti general. Tani, kam nderin t'i jap fjalën ambasadorit italian në Shqipëri, shkëlqësisë së tij, zotit Alberto Cutillo. Përshëndetje të gjithëve, buongiorno a tutti, signor Ministro degli Interni, signora Ministra della Giustizia. Ministri i Drejtësisë, kolegë, deputet, ambasador, funksionar të forcave të policisë shqiptare, kolegë italian, zonja e zotri. Falenderoj Ministrin e Brendshëm, Sandro Leshaj, që ka organizuar këtë event dhe që i dha hapësirë dhe prezantimit të rezultateve të veprimtarisë së zhvilluar nga forcat e rendit italian në bashkëpunim me ato shqiptare. Rezultatet që na paraqiti generali Spina dhe generali Arbore, të cilët i falenderoj për praninë e këtu dhe për prezantimin që bën, flasin vetë. Më lejoni që vetëm të theksoj, të nënvizoj shkurtimisht 3 aspekte. Në radhë të parë, krahas reduktimit, paksimit drastik, pra të numrit të plantacioneve, e cila konfirmon edhe trendin e 2017, do doja të evidentoj edhe atë që është po aq rëndësishme të sasive të marijuanës që janë sekuestruar në detin Adriatik me prejardhje nga Shqipëria, që niseshin nga Shqipëria. Ky më duket një konfirmim shumë i rëndësishëm i strategjisë shumë efikase anti-kanabis, e cila është vënë në zbatim nga qeveria shqiptare dhe nga kontributi që jepet edhe nga bashkëpunimi ndërkombëtar, e cila besoj se mund të them që mbështet dhe rritjen profesionale të policisë së shtetit shqiptar. Në radhë
Së dyti, dhe kjo u citua këtu më përpara u përmend dhe do doja të kujtoja që edhe në bashkëpunimin gjyqësor dhe atë hetimor kemi pasur një hop cilësor edhe këtë vit, sikurse u vu në dukje 24 orë më parë, pra me përfundimin e operacionit Lulet e Pranverës, që është frut i skuadrës së parë hetimore të përbashkët italo-shqiptare, do të doj sa u përmend dje në konferencën e shtypit nga prokurori kombëtar antimafia dhe antiterrorizëm, zoti Kafiero Deraho, po e citoj: policia dhe magjistratura shqiptare kanë treguar profesionalizëm të madh dhe kanë ofruar bashkëpunimin maksimal, dhe përfundon këtu citimi. Kjo pra është një dëshmi tjetër e një vendosmërie edhe më të fortë pra për të luftuar kriminalitetin e organizuar. Është shumë e rëndësishme që lufta kundër kriminalitetit organizuar të mbetet në qendër të agjendës politike shqiptare dhe të mbështetet nga të gjitha forcat politike pa dallim. Përkatësie. Në së treti doja të theksoja me shumë kënaqësi, ashtu sikur sa u tha dhe më përpara nga Ministria e Brendshme Italisë, synon të zhvillojë edhe këtë vit pra fushatën e fluturimeve me modalitete edhe më të reja, të cilat do të zbatohen së shpejti së bashku me autoritetet shqiptare. Urimi ynë është edhe për këtë vit ne të mund të mbështetemi mund të kemi dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian, që ka qenë shumë i çmuar, shumë i vyer dhe u apërtëri këtë ftesë dhe gjithë partnerëve ndërkombëtar që të bashkohen në këto përpjekje të përbashkëta që ne po bëjmë. Në fakt, lufta kundër kriminalitetit organizuar është një prioritet, një përparësi për Shqipërinë në radhë të parë, për qytetarët shqiptar, dhe mendoj në mënyrë të veçantë për të rinj të cilët po kërkojnë në këtë vend, në adeun e tyre, një të ardhme profesionale dhe një jetë familjare të lumtur në vendin e tyre, por është edhe një përparësi për të gjitha vendet europiane për të luftuar degëzimet ndërkombëtare të kriminalitetit shqiptar dhe të gjitha ato bashkëfajtor dhe lidhje që kanë me organizatat kriminale kombëtare. Është një përparësi në fund edhe për vazhdimin e rrugtimit evropian të Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian, pra që Italia e mbështet dhe inkurajon në mënyrë të veçantë në perspektivën e çeljes së negociatave gjatë këtij viti. Faleminderit. Faleminderit i nderuar ambasador për fjalimin. Fjalën e radhës e ka ambasadori i BE-s në Shqipëri, zoti Luigi Soreka, i cili do të flasë për mbështetjen që BE-ja i jep policisë së shtetit në luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit, në kuadër edhe të projektit Sankas. Përshëndetje të vice-ministër Leshi, Onorevole Ministro Leshi, generali Spina Arbore, ambasadori, colleghi presenti qui oggi. Në qershor të vitit 2018, Këshilli i Bashkimit Evropian ra dakord për të hapur udhën drejt çeljes së negociatave për antarësimin e Shqipërisë në qershor të këtij viti. Shtetet anëtare theksuan nevojën kritike për të treguar dhe dhënë rezultate të tjera të prekshme në luftën kundër krimit të organizuar e në veçanti kundër trafikimit, kultivimit dhe trafikimit të kanabisit. Në këtë aspekt, rezultatet e prezantuara sot janë breslëmse. Ato konfirmojnë dhe rrisin tendencën e vëzhguar vitin e shkuar në uljen drastike të kultivimit në ambientet e jashtme të kanabisit në Shqipëri. Ato po ashtu tregojnë edhe një ulje domethënëse të kanabisit që është sekuestruar nga Italia si vend fqinj. Në emër të Bashkimit Evropian, unë dëshiroj t'ju uroj të përgëzoj antarët e policisë shqiptare, por edhe italiane për këto rezultate mjaft të rëndësishme. Dhe Ministria e Brendshme, zyrat e prokurorisë, agjencitë e zbatimit të ligjit, të gjithë kanë treguar një
punë të dedikuar dhe partneritetin e tyre në këtë luftë. Në 2018, Bashkimi Evropian vendosi që t'i bashkohej autoriteteve shqiptare dhe italiane për të dhënë fonde shtesë për fushatën e monitorimit nga ajri, dhe kjo ka çuar në një numër shumë të madh të paprecedent misionesh dhe në orë fluturimit dhe territori që është mbuluar dhe në sajt të projektit Sankas. Por Sankas nuk ka të bëjë vetëm me mbikëqyrjen nga ajri, por ndihmon edhe në përmirësimin e mbledhjes së të dhënave dhe analizave të tyre, si edhe në krijimin e ekipeve të përbashkëta hetimore me shtetet anëtare të BE-s dhe vendet qinje. Dhe rezultatet e sotme tregojnë një gjë patjetër, dhe kjo është rëndësia e bashkëpunimit. Dhe logjika e përgjigjes më të mirë ndaj krimit të organizuar është shumë e qartë, që rrjetet kriminale transndërkombëtare duhet që të luftohen në mënyrë të përbashkët. Dhe pikërisht në këtë sallë, tetorin e shkuar, BE-ja, shtetet anëtare dhe vendet e Ballkanit Perëndimor janë dakord që ta bënin pikërisht këtë gjë gjatë ministerialit për drejtësinë dhe çështjet e brendshme. Sot është dita kur ne kemi mbajtur këtë premtim. Kemi bërë bashkë burimet, gjë e cila ndihmon institucionet e zbatimit të ligjit të bëhen më efikase. Gjatë ditëve të fundit, ne kemi parë në fakt dhe kemi dëshmuar pikërisht këtë shembull të shkëlqyer të rëndësisë së bashkëpunimit. Operacionet të suksesshme të përbashkëta të policisë kanë goditur 4 grupe kriminale në Shqipëri dhe Itali, duke arrestuar më shumë se deri në 27 vet në qytetet e ndryshme. Dhe kjo nuk do të kishte qenë e mundur pa krijimin e këtyre ekipeve të përbashkëta hetimore. Krimi organizuar transkombëtar është kërcënim për sigurinë tonë, pengon zhvillimin social, ekonomik, politik dhe kulturor të shoqërive tona. Nuk I njeh kufit ky krim dhe nuk njeh as turpin, dhe jam krenar që zhvillimet e mëdha pra kanë funksionuar dhe po ndodhin pikërisht së fundi për ta modifikuar këtë gjë, dhe hap pas hapi kultura institucionale dhe kuadri ligjor po ndryshon për ta lehtësuar këtë bashkëpunim ndërmjet BE-s dhe Ballkanit Perëndimor, dhe më lejoni të këmbgul që Shqipëria është pararendse në këtë ndryshim. Nuk kam dyshim që bashkëpunimi I shtuar me agjencitë specializuara të BE-s, Europoli, Eurojusti, Frontexi, si edhe Qendra Europiane për Monitorimin ndaj drogës do të sjellin rezultate pra më të mëdha dhe pozitive në javët dhe muajt në vijim. Ndërsa sa I përket operacionit Fuqia e Ligjit, ne kemi parë vetë pra operacione të suksesshme policore, të cilat në shënjestër kanë vënë grupet kriminale të krimit të organizuar, dhe kemi parë më shumë vendosmëri për sekuestrimin dhe konfiskimin e aseteve kriminale. Parimi ndiq paran është thelbësor për të ndërprer aktivitetet e krimit të organizuar, por sekuestrimi duhet të ndiqet nga vendime përfundimtare të konfiskimit të aseteve kriminale. Askush nuk qëndron mbi ligjin. Pavarësisht emrit të tyre, funksionet apo pasurisë, por kultura e imunitetit dhe e mbrojtjes që ka dominuar për shumë kohë ka filluar të ndryshojë, kjo kryesisht në sajt të reformës në drejtësi dhe krijimit të një gjyqësore të pavarur dhe profesional dhe institucioneve të prokurorisë. Dhe rezultatet e sotme të luftës kundër kanabisit, kultivimit dhe trafikimit të kanabisit, natyrisht që do duhet të mirëmbahen dhe të ruhen edhe në muaj dhe në vitet në vijim, sepse droga në fakt janë një kërcënim që ndryshon nga hera dhe me elemente shumë fisht, dhe janë pikërisht këto rrjete të cilat janë polikriminale dhe dinamike, dhe delokalizimi I kultivimit dhe I diversifikimit të drogës, përfshirë kokainës, që kontrabindohet nga krimi organizuar, janë sfidat e reja. BE-ja do të vazhdojë të asistojë Shqipërinë dhe në këtë rast edhe me anën e Italisë dhe me Italinë të luftohet pra trafikimi I drogës dhe të mbështesë zhvillimin socioekonomik në ato komunitete që janë prekur nga ky fenomen. Si vjet fillon një kontribut shumë domethënës me një shifër totale për 20 milion eurosh. Ky program I ri do të përmirësojë kapacitetet e policisë së shtetit, prokurorisë së përgjithshme dhe agjencive të ndryshme. Ne po ashtu
do të merremi, do të trajtojmë edhe disa nga shkaqet që qëndrojnë në rrënjë në thellësi të kultivimit të kanabisit dhe trafikimit të tij, duke u përqendruar tek arsimi, shëndeti e të tjerë. Dhe më lejoni që në mbyllje, më lejoni që të shpreh edhe një herë në emër të Bashkimit Evropian urimet dhe përgëzimet për të gjithë ata që janë përfshirë në dhënien e këtyre rezultateve: Policisë së Shtetit, Prokuroria, zyrat e ndryshme të Prokurorisë, Guardia di Finanza, Policia e Shtetit Italian dhe projekti financuar nga BEA Sankas. Unë kam pasur kënaqësi që në shtator vjet të hyja vetë në avionin Piaggio P166 dhe ka qenë një nga gjërat e para që kam bërë kur erdha në Shqipëri si ambasador i BE-s dhe prandaj mund të dëshmoj vetë për profesionalizmin dhe angazhimin e të gjithë ekipit dhe ndaj dëshiroj të falenderoj ata personalisht. Drogat janë një nga kërcënimet më afatgjata dhe në gjithnjë në ndryshim për shoqëritë tona dhe për të rinë. Në Shqipëri, droga shkatron jetët e njerëzve duke bërë që krimi organizuar të të ketë përfitime të mëdha dhe të pamoralshme dhe duke njollosur reputacionin e vendit tuaj. Dhe në këto raste, pikërisht ndonjëherë është e vështirë dhe e rrallë që ne të kemi mundësinë të gëzohemi, po sot është pikërisht një ditë kur duhet të gëzohemi. Thank you, Ambassador, for your comments. Dhe jo vetëm, janë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndaj, ftoj të marrë fjalën të ngarkuarën me punë, zonjën Leila Mosi Suans. Dear Minister Leshaj, Dashur Minister Leshaj, Zotërin Ministra, të nderuar general, antar të komunitetit diplomatik, Drejtor Policisë Veliu, gjithashtu antar të nderuar të komunitetit të policisë, dëshiroj ta filloj duke falenderuar Ministrin Leshaj për mundësinë për të folur për këtë temë shumë të rëndësishme. Sepse lufta për ose kundër drograve të palishme nuk është thjesht një fushat, është një kauz për demokracinë. Është faqja e forcës për sundimin e ligjit, për përpjekjet kundër korrupsionit dhe për reformën në drejtësi. Dhe ndërsa mblidhemi sot për të shënuar luftën kundër prodhimit të kanabisit, dua të vlerësoj punën e madhe të Policisë së Shtetit Shqiptar dhe të gjithë elementëve ligzbatuese të qeverisë shqiptare, që janë të përkushtuar ndaj kësaj kauze për progresin e rëndësishëm në zvoglimin e kultivimit të kanabisit. Ne dua të sjell veçanërisht në vëmendje përpjekjet e Policisë së Shtetit Shqiptar që po lufton për sundimin e ligjit. Policia ka qenë pararoja në këtë përpjekje shumëkohëshe për të zvogluar sasinë e kanabisit prodhuar brenda kufive të Shqipërisë. Dhe kjo përpjekje nuk ka qenë e lehtë. Oficerët e policisë kanë marshuar në këmbë për distanca të larta në kushte të këqija e motit, duke mbajtur mbi shpinë paketa pajisjesh 28 kg për shkatrimin e bimëve, që të përmbushin misionin e tyre. Megjithatë, këta oficerë të përkushtuar kanë punuar pa pushim për të ndaluar prodhimin që në burim të saj. Së bashku me bashkëpunimin e shërbimeve informative ndërkombëtare të rëndësishme dhe të kontrolleve të qëndrueshme nga ajri dhe imazhe fotografike nga Guardia di Finanza italiane janë bërë hapa të mëdhenj si në ndalimin e prodhimit ashtu dhe në kapjen e produktit. Dhe jam i mendimit se të gjithë mund ta pranojmë se është më e vështirë të kultivosh dhe të trafikosh kanabis në Shqipëri sot se sa ka qenë madje 2 vjet më parë. Por fitimi një betejë nuk nënkupton që kemi fituar luftën. Lufta duhet vazhdoj. Kultivimi dhe lëvizja e kanabisit janë vetëm një pjesë e problemit. Tani duhet të vendosen pengesa më të forta për të ndaluar që trafikantët e drogës ta shohin Shqipërinë si një mjedis lejues për aktivitetin e tyre të palishëm. Ky është vendi ku ruajtja e vrullit të reformës në drejtësi është absolutisht vendimtar. Trafikantët e drogës duhet të përballen me zinxhirin e plotë të drejtësisë. Arrestim, procedim penal i drejtë, dënim
i duhur me burgim. Dhe njerëzit që drejtojnë këto rrjete duhet t'i friksohen shumë. Kapja e Clement Balilit, Arber Çekajt dhe Met Kananit duhet të shërbejnë sigur kilometrazhin në këtë përpjekje afatgjatë. Tani është në dorën e prokurorëve dhe gjykatave. Dhe sigurisht të vullnetit politik. Ne nuk mund ta duam këtë më shumë se ju. Shtetet e Bashkuara janë me ju, hap pas hapi. Por ne varemi nga vullneti juaj politik dhe guximi juaj vazhdueshëm për të vijuar luftën e mirë për demokraci dhe shtetin ligjor. Ne do të vazhdojmë të mbështesim në mënyrë aktive krimin e SPAK-ut dhe të BKH-s për të siguruar që politika të mos luajë më një rol në mbështetje të këtij aktiviteti të palishëm dhe as të mos përmbys peshorën e drejtësisë në interes të kriminalëve. Shtetet e Bashkuara qëndrojnë krah për krah me Shqipërinë në këtë luftë, sepse sikurse e dim, kultivimi i palishëm i drogës, përdorimi dhe trafikimi përbën një kërcënim domethënës si për sigurinë kombëtare dhe atë ndërkombëtare. Ky prodhon para të pista. Dhe këto para të pista furnizojnë krimin e organizuar transkombëtar, duke trimëruar gangsterët, të cilët më pas mund ta dobësojnë demokracinë përmes ushtrimit të ndikimit social dhe politik. Dhe sikur se dëgjuam nga kolegët tu sot, ne duhet të ndjekim paratë e pista. Duhet të dërgojmë një mesazh të qartë se Shqipëria nuk është dhe nuk do të jetë kurrë më një mjedis që lejon veprimtaritë e palishme kriminale. Ulja e prodhimit dhe bërja e arrestimeve duhet të pasohet me sekuestrim të pasurive të kriminalëve. Dhe kështu ky është një moment shumë i rëndësishëm. Paksimi i kanabisit është një mënyrë e shkëlqyer për të trajtuar rolin më të madh të Shqipërisë në trafikimin e narkotikëve, por sulmimi i pastrimit të parave dhe të ardhrave monetare të përfituar nga trafikimi i heroinës dhe kokainës në Evropën perëndimore është hapi tjetër i rëndësishëm në këtë luftë. Dhe kështu në përmbyllje dëshiroj të përgëzoj të gjithë ata që janë të përfshirë në këtë luftë për demokracinë dhe për sundimin e ligjit. Dhe për luftën e mirë për të ardhmen e të gjithë qytetarëve shqiptar. Shtetet e Bashkuara ju falenderojnë për përkushtimin dhe guximin tuaj, për aftësitë tuaja, për guximin tuaj dhe për sakrificën tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit e nderuar zonjë për fjalimin tuaj. Dhe së fundmi, kam nderin të ftoj Ministrin e Brendshëm, zotin Sandër Leshaj, për të dhënë mesazhin dhe qëndrimin në emër të qeverisë shqiptare në luftën kundër kanabisit dhe drograve në tërësi. Të nderuar ministra dhe deputet, të nderuar ambasador dhe përfaqësues trupit diplomatik, General Arbore, General Spina, të nderuar përfaqësues të institucioneve dhe shoqërisë civile, zonja dhe zotrinj, prania kaq e madhe përfaqësuesve të institucioneve të vendit dhe të partnerëve tanë ndërkombëtar është një dëshmi e qartë e rëndësisë së temës për të cilën jemi mbledhur, por edhe e faktit se lufta jonë për të shtrënjosur përfundimisht kanabisin nga harta e Shqipërisë bëhet në kuadër të një rance shumë të gjerë, e cila na bën krenar dhe më të fortë. Historia e kanabisit në Shqipëri është relativisht e re. Ajo ka nisur në fillim të viteve 90, ka kaluar në për një trajektore plot oscilacione, ka prodhuar lajme botërore me lazaratin dhe ka mbritur sot në nivelet e saj më të ulta. Për vitin 2018, sipas dhënave zyrtare të Policisë së Shtetit, niveli i kultivimit të kanabisit në Shqipëri është në minimumin e tij historik. Siç u dokumentua edhe gjatë prezantimeve të mëparshme, ky sukses konfirmohet plotësisht edhe nga bregu përballë, nga Italia fqinje dhe mike.
në vitin 2018, sasia e kanabisit të kapur në Itali me origjinë nga Shqipëria është 81% më ullët se viti 2017. Prapa këtij rezultati shumë inkurajues është puna dhe përkushtimi i gjithë strukturave të policisë së shtetit, organeve tjera ligjzbatuese, atyre të pushtetit qendror dhe vendor. Konsekwenca për zbatimin e planit të veprimit kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit, angazhimi i një numrit të madh institucionesh, qasja gjithëpërfshirëse, koordinimi i ngushtë ndërinstitucional dhe bashkëpunimi i shkëlqyer ndërkombëtar janë faktorë të rëndësishëm që qëndrojnë prapa këtij suksesi të madh. Orientimi i goditjes ligjore, jo thjesht kundër bimëve narkotike, por kundër rrjeteve dhe krimeve dhe grupeve kriminale, funksionimi i një sistemi të qartë përgjegjësisht të drejtë për drejta të zyrtarëve të pushtetit qendror e vendor, që kanë detyra për kontrollin dhe administrimin e territorit, korrelacioni i qartë i përgjegjësive mes punonjësve të policisë me zonat potenciale të kultivimit të bimëve narkotike, si dhe monitorimi i rrept dhe i shumëfisht i gjithë territorit, ku veçohet operacioni i monitorimit nga ajri, janë disa nga elementet kryesorë që kanë mundësuar rezultatin historik të arritur në këtë luftë të rëndësishme për të ardhmen e Shqipërisë. Unë gjej rastin të përshëndes dhe të falenderoj të gjitha strukturat shtetërore, të cilat kanë ndërvepruar në kuadër task force-s qendrore dhe atyre vendore, duke mundësuar një rrethim të mirëfillt dhe të shumanshëm për rrjetet dhe grupet kriminale që operojnë në këtë fushë. Po ashtu, vlerësimet dhe falenderimet më të mira kanë për kontributin e shumëfisht partnerëve tanë ndërkombëtar, të cilët janë bërë pjesë e kësaj përpjekje, që në procesin e hartimit të planit kombëtar të veprimit kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit, dhe veçanërisht në fazën e zbatimit të tij. Asistenca frontale e Bashkimit Evropian dhe vendeve anëtare ka qenë e pranishme në të gjitha aspektet e luftës kundër kanabisit, si në hartimin e strategjive dhe planeve, në mbështetjen e strukturave ligjzbatuese, në lehtësimin e pasojave sociale, në edukimin e shëndosh, në ndihmën ndaj viktimave të kësaj veprimtarie kriminale e tjerë. Në mënyrë të veçantë, sot dëshiroj të falenderoj qeverinë italiane, strukturat e rojës financiare të Italisë dhe policinë italiane për finalizimin me sukses të plot të projektit të mbështetjes me vëzhgim ajror për zbatimin e strategjisë kundër kanabisit, ose SANKAS. Viti 2017 ishte një sukses i rëndësishëm, ndërsa 2018 shënon një kulm historik suksesi. Zhvendosja e objektivit të luftës nga abimet e kriminalit është dhe thelbi i tij. Të nderuar pjesëmarrës, shumica juaj kanë të drejtë legjitime të ndihen sot krenar për këtë arritje të madhe tuaj. Krenar duhet të ndihen punonjësit e policisë shqiptare, ata të policisë italiane, të rojës financiare të Italisë, ekspertët e TAEX në BE, diplomatët e vendeve mike e partnere, prefektët, mësuesit, gazetarët, punonjësit social, ata të bujqësisë, të mjedisit, të shëndetësisë, drejtuesit dhe administratorët e pushtetit vendor, shoqëria civile, ne të gjithë qytetarët e Shqipërisë. Ne kemi arritur së bashku një fitore në një betejë të rëndësishme, e cila na krijon besim dhe shpresë se përmes bashkimit të gjerë të energjive tona do të mund të arrijmë të fitojmë luftën e vërtetë, që është integrimi evropian i Shqipërisë. Sigurisht që ne nuk do të ndalojmë këtu, as kundër kanabisit dhe as kundër veprimtarive të tjera kriminale. Shumë betejë tjera janë dhe do të finalizohen. Lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si edhe ajo kundër migracionit ilegal, trafikimit qenie njerëzore, trafikimit të drogave të forta, janë detyra të tjera të rëndësishme që presin për të zgjidhur nga ana jonë. Operacionet e realizuara së fundmi, si ai për vendin e paradrejtësisë të shumë kërkuarit Klement Balili, ato për goditjen e disa rrjeteve të trafikimit të drogës, operacioni Rruga e Gabuar, për goditjen e një rrjeti të madh e të rrezikshëm të trafikimit të qenieve njerëzore, që u kryen në bashkëpunim të ngushtë me partnerët tanë amerikanë, si edhe operacioni i djeshëm Lulet e Pranverës,
që u kryen në bashkëpunim të ngushtë me partnerët tanë italian, provojnë spaku 3 vërtetat mëdha. Së pari, ne kemi vullnet të padiskutueshëm. Pra ne duam. Së dyti, ne kemi kapacitete për këtë qëllim. Pra ne dim. Dhe së treti, ne kemi mbështetje të madhe në këtë mision, pra ne nuk jemi vetëm. Unë dua të garantoj të gjithë qytetarët e Shqipërisë, të gjithë partnerët tanë, për herë besnik, se qeveria shqiptare, Ministria e Brendshme, Policia e Shtetit dhe gjitha institucionet e tjera janë të motivuar dhe të angazhuara maksimalisht për të çuar përpara me energji të re të gjitha reformat historike, si ajo e sistemit drejtësisë, modernizimit të policisë së shtetit, vettingut në polici dhe shumë të tjera, të cilat janë kushte të rëndësishme për realizimin e krye reformës sonë kombëtare, që është ajo për Europën e vlerave tona. Së fundmi, më lejoni ta mbyll fjalën time duke dalë disi nga tema për të cilën edhe jemi mbledhur. Takimet më të gjata që kam zhvilluar gjatë këtyre ditëve të para të detyrës time si ministri i Brendshëm kanë qenë ato me familjet e punonjësve të policisë të vrarë në krye të detyrës. Kanë qenë takime shumë të vështira, ku kam pas rastin të prek nga afër një pjesë të rëndësishme të dhimbjes së këtij vendi. Shqipëria ka tragjikisht shumë heroj të policisë të vrarë në harkun e pak viteve. Nuk e di nëse do të arrin të nxjerrë një foto. Kjo vajza që shikoni këtu quhet Sonja, është fotografuar në zyrën time para disa ditësh. Ajo është vajza një heroj të Shqipërisë. Babai i saj ishte Roland Lika, një punonjës i policisë shtetit që dha jetën në luftë me krimin më 19 tetor të vitit 2010. Pikërisht sot, Sonja mbush 10 vjet. Është hera e parë që ajo përjeton një festë të mirë të fill të ditëlindjes saj, të organizuar nga kolegët e babait saj, nga ju të nderuar miq. Ajo ka udhëtuar sot nga Vlora për në Dardh të Korçës, sipas dëshirës saj, për të përjetuar një ditë ndryshe nga fëmijëria e saj përgjithsisht e trisht. Duke i uruar Sonjës jetë gjatë të lumtur, shpreh edhe solidaritetin e plot me familjet e punonjësve të policisë së shtetit të rënë në krye të detyrës, si edhe angazhimin maksimal të Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit, se do të bëjmë gjithçka që është e mundur për të trajtuar me respekt familjet e herojve të policisë, si edhe për të vijuar me vendosmëri të palëkundur përpjekjet për një Shqipëri më të lirë, më të drejtë dhe më të sigurt. Sa do probleme që mund të ketë policia e shtetit, ajo ka një trashëgimi të rëndë, por edhe shumë të çmuar. Gjaku i derdhur nga 224 heronjtë e saj është një thirrje e përjetshme për besnikëri ndaj qytetarëve të këtij vendi, të cilët i besojnë asaj gjën më të çmuar që kanë jetën dhe sigurinë e fëmijëve të tyre. Dhe përballë kësaj thirrje të përjetshme, ne kemi vetëm një alternativë, të fitojmë besimin e qytetarëve për të mundur që të fitojmë dhe betejat e përhershme me të keqen kriminale të këtij vendi. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, ju faleminderit të gjithëve për vëmendjen dhe pjesëmarrjen.